Në vend të fjalës seks, do vëm fjalën këngë. Në vend të fjalës seks, do vëm fjalën këngë. Okej, edhe unë. Do të përgjigjem me fjalën këngë. Okej. Ti përgjigjesh për këngë. Ti si duash. Por ne po zvendësojmë. Do të flasim për seks, po nuk e ka seks, e ka këngë. Okej. Sa këngë repertori ke numëruar ndonjëherë? Jam menaxhueshme, numëron. Sa e ka kalu 100-ën? Po, shiko, nuk kam marrë një mundimin numër sa këngë kam bërë. Sa këngë ke bërë? Dhe sa tekste kam shkruar. Ai e tha që në krye të erës kush e di sa stok ka aty. Si mund të jetë jeta pa këngë? Për mua, unë mendoj që pa këngë mund të jetë shumë stresuese. Nuk ke momente që mund të relaksohesh. Nuk relaksohesh do të dëgjoj muzikë. Të mbritet një kokë më këtu mbrapa. Nuk ke se si e shmang. Ndoshta të çon të marrësh dhe vendime që janë të hishme. Vetvrasje. Jeta pa këngë vetvrasje. Këndon ti në çdo vend të mundshëm? Sidomos në dush. Të pëlqen më shumë këngët që këndon vetëm apo kur bashkëpunon? Kur jam në grupi, kori është më i bukur. E di të çfarë diferenca midis A dhe O? 3 cm më shumë. Ja, the vazhdalet. Të pëlqen sa të ka zgjatur një këngë për ta kompozuar? Kënga më shpejt? Më shpejt. Po unë jam super gjeni disa sekonda. Kënga më gjatë. Kënga më gjatë varet, kur nuk jam shumë i frymëzuar, zgjat edhe me 2-3 ditë. 2-3 orë, 2-3 orë. E më ti 2-3 ditë bashti, se na e bënë Spider-Man. Superman noises. Ke kënduar në herën polici? Qysh. E ke fjalën për ato takimet speciale? Takimet speciale, po. Jo, kam flirtuar në polici. Unë me policë? Sa sigur që ka kjo. Ke regjistruar ndonjëherë këngë në telefon? Ta bën videoklipin me telefon? Jo, kam parë këngë në telefon. Kam parë këngë. Kur bën një këngë, ku t'ja tregon parit? Që i thua ti shokut, huça këngë i. Shiko, janë disa. Okej. Ke paguar ndonjëherë për të nduar apo vetëm pagon? Asnjëherë në jetë. S'pagon asnjëherë për të nduar? Jo, jam shumë tip i, se më thon, vjem siklet shpejt. Nuk këndoj syt njerëzve. Nuk këndoj syt njerëzve. Na për natë. Nëse jam vesh mirë domosdoshmë. Të pëlqen të këndosh me rroba apo pa rroba? Po shiko, varet se ku ndodhem. Varet ku ndodhesh. Si jemi në studio për shembull. Në plazh pa rroba ka vende që s'mund të zhvishesh duke këndosh, të zhvishesh. Noizi kur përpara se të ndosh ti bën kështu vokalica apo stretching, çfarë bën? Nxemje do të thon bën nxemje? U knaq vetë. Para se të këndoj ç'a bëj. Falë. Sa na shkon gjithë kami. Po mbrapa e nisi cigare? Jo spi. Të ka zënë herë kolla duke këndu? Imagjino të shtitësh net. O zoti. Kush ka qenë kënga me më shumë bashkëpunëtor? Wow. Sa bashkëpunëtor ka qenë? Big Body Benzo. Nuk mund të shkoj më shtell, një. Tek aty rrim. Tek bashkëpunëtor. Shumë i bravo Noisi. Me këtë do dohet bëj një këngë nga këngëtarë shqiptarë që se bën dot. Nuk do thush emra, e di unë. Jo, pa emra. Kur mendon të heqësh dorë nga kënga? Kur? Jo, tash kur ne mos dëm të heqim dorë asnjëherë, po është një limit ajo. Po varet sa na jep Zoti. Sa na jep Zoti. Edhe fuqi të këndojmë. Sa fuqi të këndojmë. Dorë mos hiqi. Kjo është e fundit. Në klasifikimin e këngëve tua, kush janë 3 më të bukura dhe çfarë kanë emrat? Sigurisht. Ti du të këngëve. Ti du të këngëve. Ama tre dum.
Nuk ndodh. Nuk do, thë? Po ka 3 klasifikime? 3. Por unë me gjithë ato bashkëpunime, nuk unë ngela. Jo se ngela Trigoca. Shok bashkëpunuzve. Po nga tropa. Këngët më të bukura kush janë? Veriut, Shqipërisë Mesa apo ti? Që unë jam malsor vet, kështu që mamën e kam këtej nga Shqipëria Mesme. Nga Shqipëria Mesme, kështu që Përmbledh gjithë. gjithë bashkë. Gjithë bashkë, Mos shumë. i ngeli Atri, Noizi respekton. Kur ke kënduar për herë të fundit? Kënga jonë fundit, kur është bërë? Pas. Pas. Po të para se të vija këtu më bëja vokalica që. Aman. Mlapull. Mle, as po të ngacmoj as. Jo, mirë, në rregull.